Po këta që hudhen mbi kanxhellat e skapit edhe të gjykatës dhe që ligjëron në aty hymne për apoteoza për Lalvjellsin, tani duhen të zhdukin çdo lloj hapësire ligjore dhe kushtetuese. U bëj thirrje tani, një thirrje kam për avokatrit e tij, kur ne sulmonim. Nuk duhet heshti, se nuk mbroni ma Erionin, që s'duhet ta mbronin në atë kohë. Po i dini zot parimve kushtetuese, i dini zot kartës europiane të autonomisë lokale, i dini zot asaj që quhet siguri ligjore pa cilën nuk ekziston. Shtet ligjor. Ja pra shëndodh. Ja pra shëndodh. Sigurisht, të gjithë e kanë shpjegimin në Aruba. Se një njeri që s'poston qeverit dhe vetë do saksohet, unë e kam akuzuar, edhe ky shkrimi. Nuk e hedh poshtë, për kundrazi, po ta lexoni në vëmendje më shumë e aludon se ka marrë pjesë dhe vetë, por vetë kuptohet aty duke redaktuar, duke i fshi ato, emri i parë që do fshihej do ishte emri kryeministrit. Po kjo nuk mund mbyllet më. Po. Do filloj sot, urdo. Nuk i kanë kështu këto, nuk janë në gara atletike tani me orë, me sekonda. Do të keni sot një mbledhje me aleatët nëse e kuptoj do ketë marrëveshje, pa diskutim do ketë marrëveshje me aleatët. Do të takojmë me gjithë spektrin, me aleatët që jemi në koalicion dhe me spektrin opozitar. Nuk ka... Ndërkohë kam edhe një pyetje tjetër. Një ditë më parë, kryeministri Rama tha se opozita do të hyjë në zgjedhje e humbur dhe do dalë akoma më e humbur prej saj. Ju keni një parashikim? Unë kam parashikimin tim, farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Pra konfirmoni që do humbin? Farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Unë kësaj pyetje i dhash përgjigje dje. Më pyetën mua dhe unë thash që ne nuk bojkotojmë se ka dy filozofi. Por thash dhe them që farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Ndërkohë, zoti Berisha ende pa firmosur shkarkimin e Erion Veliajt, sekretar Bashkia e Partia Socialiste, ka nisur tashmë edhe fushatën për Bashkinë e Tiranës, duke vënë si drejtuese të saj Belinda Ballukun. Keni një koment për këtë? Të komentosh për Lubin, t'ja heqim atë Balluku, ta quajmë tuneli. Lubi tuneli. Fakti që u detyrua t'i votoj pa debat duke provokuar një nga shkaqet për vetes tij ishte Lubi tuneli. Por e garantoj Lubi tunelin këtu para jush se fatin e Erionit do ketë. Dhe e garantoj Lubin se atë gjyq që i bën Erionit, këshilltarët, atë gjyq do t'i bëjnë Lubis punojësit e vetë. Nuk ka. Nuk ka. Ngrehinë e tyre porrokullise dhe dorrokullise. Ajo përbën një njeri që s'njeh asnjë standard, asnjë ligj, asnjë rregull. Ajo natyrisht përfaqëson se e kam pak të vështirë se është edhe grua dhe nuk do të flas gjëra që
nuk më shkojnë për sjelljen time, por them, hajdutës se ajo Shqipëria s'ka patur. Në 200 vite të siguroj që në qoftë se hynë edhe 100 vitet e fundit të perandorisë, edhe 100 vitet e shtetit, nuk gjen dot një hajdutës si ajo. Ja, e pa përmbajtur. E pa përmbajtur. Kështu që kjo është vetëm një përpjekje, përplitje Edi Ramës. Le që ato herë e urrejnë për jetë e vdekje njëra tjetrën. Po. E urrejnë e ditë. Nuk e ditë, mirë rregu thash po. Zoti Berisha, për të rikthyer edhe një herë denoncimit tuaj për kartelet e drogës, kreu i SPAK-ut Altin Dumani, pas takimit në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka zhvilluar takime edhe në Malin e Zi dhe në Serbi me në fokus sërish kartelet e drogës. A keni ju informacione ose indicje nëse klanet malazeze apo serbe kanë përdorur portin e Durrësit si pikë kyçe për të kaluar lëndë narkotike dhe janë pastruar këto para në ndërtim në Tiranë apo në Bregdet? Faleminderit. Të dhanat janë të hapura. Antimafia italiane solli dosjen Troplini, Elvis Doçi. Dhe Altin Troplini nuk arrestoi. Troplinët, jo vetëm që nuk arrestoi Elvisin, por u dha Troplinëve recent, pas kësaj ngjarje, Edi Rama ju dha 5 kulla dhe 12 ndërtime në tokë publike. Sepse Altin Troplini ka azjesuar ligjin antimafia të vendit. Nuk e zbaton. Merë hotelin tek Shkëmi Kavajs. Kanë implikuar kompaninë prestigjioze. Edi Rama ka lidhur akorin me Elvis Doçin, me Troplinët. Dosja që e Troplinëve, deklaron se nga porti Durrësit, droga që vinte shpërndaj drejt Italisë dhe Gjermanisë, në 10 tonelata e 100 kuintal. Po, janë të gjitha në dosje. Faleminderit.